Rahimaj. Zotri Rahimaj, mirëmëngjesit dhe faleminderit shumë për kohën. Mirëmëngjes juve në studio dhe dëgjuesve tuaj. Si po ju shkojnë punët në Kamenic, kryetar? Mirë, në qytet i vogël, po mundohemi me bëna i punë vogël edhe na. Po, patjetër. Së është qytet i vogël, i punë kemi sa dush, edhe në Kamenic, edhe gjithandej. Kryetar, si po qëndrojmë me projektet? Pra, ka ndonjë projekt që është duke u zhvilluar tash kohëve të fundit, apo si po shkojmë me këto aranzhime? Sigurisht, Kamenica këto vitet e fundit ka pas projekte të mëdha kapitale, e të cilat marrin kohë në realizim, po të drejtën të gjitha janë brenda planit dinamik edhe po ecin mirë. Besoj që ky vit do të jetë përmbyllje shumë projekte të mëdha kapitale, si ato në infrastrukturë rrugore edhe në stadiume sportive, po edhe në ndërtimin e objekteve shkollore ose të qerdhave. Po. Dhe sa i përket kryetar pjesës së rregullimit të rrugëve, duhet ju pyes pak për projektet në fshatin HDN, konkretisht rruga Brigada 112 është, dhe thot pra që kjo rrugë nuk ka as trotuar, as ndonjë muri mbrojtës, shtëpinë ka qytetari afër rrugës dhe ju ka shemb thot në rrugë kjo pjesë duke pa mundsu pastaj edhe qarkullimin tutje. Si pritet, kam biseduar me dikën nga komuna, por nuk ka ende zgjidhje. Kur pritet apo si janë planet, planifikimet të komunës për këtë pjesë? Po, realisht këto sfidat me rrugë ose edhe sigurimi këmsorve janë shqetësuese, po duke marrë parasysh le të themi edhe atë mënyrën e jetesës së njerëzve, qytetarëve, gjithandaj vendit, shumë pak ka hapësira publike ku mund të realizohet le të themi edhe një trotuar. Bëhet fjalë për një rrugicë lagje, e cila ka një hapësirë minimale për qarkullim të ato mjeteve, edhe pamundësën edhe realizimin e trotuareve. Në rastin konkret për ankesën të cilën po flisni, na kemi pranuar shqetësimin, po shqetësimi ma shumë i takon vetë qytetarit, sepse ai muri i cili është rënu, është ndërtuar nga vetë ai në pronë private. Tash sfidat e cilat ballafaqohen njerëzit në prona private, autoriteti edhe mund të ndihmoj, po jo domosdoshmërisht është i obliguar që të trajtoj pronën private në aspektin e sigurisë, sepse muret ju e dini që të parët arsye që ndërtohen janë për çështje të sigurisë. Prandaj ne kemi pasi shqetësim real për shkak edhe pozicionit të atij vendi. Komuna do të intervenojë në pjesën publike për ndërtimin e një muri më poshtë për të parandaluar rrëshitjen e dhëut, ndërsa në pronën private vetë pronari mund ta shqyrtojë rindërtimin apo largimin e tërësishëm të atij muri. Po, kryetar, të falenderoj shumë për kohën dhe për gjitha këto sqarime pra që i